Sot prezantojmë një projekt që prek çdo qytetar shqiptar. Identiteti digital nuk është një detyrim europian, është një nevojë shqiptare. Imagjinoni portofolin tuaj digital në telefon, në xhepin e kudo që është, çdo qytetar mund të thotë: "Ky jam unë", në vetëm pak sekonda, pa letër, pa radha, pa vonesë. Deri në vitin 2027, identiteti digital do të jetë pjesë e portofolit europian të identitetit digital. Një realitet që do t'ju lejojë qytetarëve të përdorin dokumentet e tyre në çdo vend të Europës. Ministria e Punëve të Brendshme po vjen të zbatojë hap pas hapi një program të ndërtuar rreth qytetarit dhe nevojave të tij të përditshme, përmes inovacionit, sistemeve inteligjente, projektit si Smart City, i cili përmes kamerave inteligjente do të bëjë të mundur një monitorim të pandërprer të rrugëve, të shkollave, të shesheve dhe hapësirave publike në 20 qytetet kryesore të vendit. Sot, me këtë projekt, Shqipëria tregon se është gati të jetë pjesë e zemrës digjitale të Europës.